إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falënderimi takon Allahut krijuesit të gjithësisë. Paqja, selam e qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi shokët e tij, pasardhësit e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Thot Allahu në Kur'an, surën Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah në surën Tauba thot, nëse ju nuk i ndihmoni atij, pra të dërguarit të Allahut, Muhamedit alayhis salam, nëse ju nuk i ndihmoni, atë e ka ndihmu Allahu kur ndihmoi kur ishin veç dy, domethënë Muhamedi alayhis salam dhe Abu Bekri, kur ata u futën në shpellë. Kur ai I tha shokut të tij, pra Abu Bekrit, mos u mërzit, mos u brengos, se Allahu është me neve. Pastaj Allahu lëshoi qetësi, rahati te ai. Fënzër Allahu sakinatu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, dhe ndihmoi me një ushtri të cilën ju nuk e shifshi. Wa ja'ala kalimatu alladhina kafaru sufla, dhe bëri fjalën e jo besimtarëve, fjalën e kafirëve, fjalë të ulët, të nënçmuar, të poshtruar, dhe fjalën e Allahut, fjalën e lartë. Allahu I plot fuqishëm dhe I urti. Me këtë ajet Allahu na thot neve, besimtarve, na nxit që ta ndihmojmë Muhamedit alayhis salam, derisa ai ishte gjallë, kjo vlente për sahabët me ndihmuat fizikisht, po më shumë se kjo me ndihmu fenë e tij, pra fenë e Allahut. Edhe kjo është nxitje dhe urdhën edhe për neve të gjithëve mas vdekjes Muhamedit alayhis salam, që me ndihmu fenë e të dërguarit të Allahut, pra fenë islame. Dhe Allah e thot këtë nxitje në formë nënçmuese nëse nuk e bojnë ndihmën. Dhe thot, nëse ju nuk e ndihmoni, atë ka ndihmu Allahu. Edhe kur e ka ndihmu, në momenti kur kanë qenë shumë vështirë, kur kanë qenë veç dy veta, vetëm ai me Abu Bekrin. Pra, dy veta krahas shumë njerëzve të cilët kanë dashur me vra, është krahasim, domethënë shumë I madh. Dy veta me gjithat grup të madh është vështirësi e madhe. Dhe në këtë vështirësi të madhe Allahu I ka ndihmu. Pra Allah na don më na thon neve, nëse Allah I ka ndihmu atij kur ka qenë shumë vështirë, raste të tjera edhe më shumë edhe më lehtë është për të ndihmu. Pra nëse ju nuk e ndihmoni fenë e Allahut, sikur don më na thon Allahu, mos u mërzitni. Se ju jeni ata që ka humbni, edhe nuk humb feja e Allahut as I dërguari I tij, as besimtarët. Dhe ka thonë tefsirin e këtij ajeti e Sha'bi, ka thonë me këtë ajet Allahu I ka qortu krejt banorët e tokës. Krejt, bukvalisht krejt banorët e tokës I ka qortu përveç Abu Bekrin. Për shkak se Abu Bekri shkoi me Muhamedit alayhis salam në momentet e vështira. Aty ishte situata jetë ose vdekje. Gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu në këtë moment kur Muhamedi alayhis salam u nis për hijret, pra kjo është rasti I hijretit, Muhamedi alayhis salam kur u nis me Abu Bekrin për hijret, dhe u nisën në mënyrë të fshehtë, duke u ruajt nga mushrikët që mos t'i zajnë, se ata kishin premtuar një shumë të madhe të pasurisë për kush e zën Muhamedit alayhis salam ose e vret. Në këtë situatë Ali radhiyallahu anhu u vendos në shtratin e tij.
për me aludu se Muhamedi a.s. është ende në gjumë. Pra sakrificë e madhe, dhe kjo sakrificë e llojit jetës e vdekje. Pra, tefsir për përmendi, krejt banorët e tokës Allah i qërtoj me këta jetë, përveç Ebu Bekrin. Dhe vazhdon Allah në thot, pra në nëzit për të ndihmu fejnë Allahut, dhe kjo ndihmë që na duhet t'ja bojmë dhe është obligim për me bon ndaj fejnë Allahut, është për të mirën tonë. Na jena ata që ka fitojmë. Për shkak se rezultatet e ndihmës që e bojmë ndaj Allahut edhe fejës e tij, rezultatet janë shumë të mira. Allah i falë gjunahet, dhe na fut në xhenet e na mbron prej zjarrit të xhenemit. E kjo është mirësia më e madhe që mund të më ndodhë. Nuk ka fitore më të madhe se kjo. Realisht s'ka fitore më së kësaj. Dhe kundërta, nëse njeriu rri neglizhent dhe nuk e ndihmon fenë e Allahut, pra ka qortim prej Allahut. Allah vazhdon në ajetin kur ata të dytha ishin në shpellë. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur i tha shokut të tij, pra epitet shumë i mirë. Allahu e ka thujt në Kur'an se Muhamedi sa më ka thujt Abu Bekrin shok. E kjo është mirësi shumë e madhe. E ka thujt shok. Dietarët kanë thonë kush e mohon se Abu Bekri ka qenë sahabi, pra ka qenë shok i të dërguarit e Allahut, bën kufër. Pse bën kufër? Për shkak se e mohon ajetin e Allahut. Se në ajet e Allahut, Allahu tregon se ai ka qenë sahabi, ka qenë shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse kanë thonë dietar, nëse e mohon se të tjerët kanë qenë shok të tij, ajo është bidaçi, pra nuk bën kufër. Është shumë keq, por nuk është aq keq sa më thonë që Abu Bekri s'ka qenë shok. Pra epitet edhe mirësi e madhe që është dhënë Abu Bekrit për shkak sakrificës së madhe që e ka bërë. Pra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i tha atij, mos u mërzit. La tahzan inna Allaha ma'ana. Ka thonë, mos u mërzit se Allah është me neve. Kur i tha këtë, i tha në momentin kur Abu Bekri u mërzit. Pse u mërzit Abu Bekri? Nuk u mërzit për jetën e tij, as për veten e tij, as për familjen e tij dhe pasurinë e tij, të cilën e kishte lënë anash. Anash e kishte lënë faktikisht familjen e tij të gjithë në angazhim për të ndihmuar fenë Allahut, për të ndihmuar Muhamedit alayhis salam. Për shkak se e dinin këtë rrugtim, përveç që shkoi Abu Bekri me Muhamedit alayhis salam, e angazhoi krejt familjen në këtë rrugë, në këtë lëvizje të fshehtë, se e bën në mënyrë të fshehtë, e dinin veç familja e tij, të cilët ishin të kujdesshëm dhe i dërgonin ushqim, e shikonin mos u vjen ndonjë armik, pra këtë familja bukfalisht ishte në këtë angazhim. Dhe Abu Bekri nuk u mërzit për familjen e tij sa apo gjen diçka. As nuk u mërzit për veten e tij, por i tha Muhamedit alayhis salam, nëse mua më vrasin, e kanë vrarë thjesht vetëm një njeri. Po nëse ty të vrasin, atëherë shkatërrohet umeti. Pra derti i tij në këtë situatë shumë të vështirë, ku ai mund të kemë vdek, ishte me rujt Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam i tha, mos u mërzit, çka mendon ti për dy veta kur i treti është Allahu. Pra gjithmonë kur dikush është në rrugt të Allahut, edhe nëse janë pak, Allahu është me ata. Edhe nëse është vet, i dyti është Allahu. Edhe nëse janë dy veta, i treti është Allahu. E nëse Allahu është me neve, atëherë çka na duhet dikush tjetër? Kretë dunjaja më mbledh më na ndihmu, është shumë pak krahasim me atë se Allahu kur të na ndihmon. Pastaj thot Allah, fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Pastaj Allahu lëshoi qetësi te ai. E këtu te ai komentatorët kanë thonë, a ka për qëllim Muhamedit alayhis salam apo Abu Bekrin? Më saktë ai se Allahu lëshoi qetësi te Abu Bekri. Pse? Se Muhamedi alayhis salam tan kohën ishte i qetë. Ai ishte dërguari i Allahut, edhe dinte punën, rrugën që ka marrë. Edhe ishte rahat i qetë, nuk u mërzitke. Abu Bekri u mërzitke. Po për përsëriti jo për veten e tij, por për shkak Muhamedit alayhis salam, dhe Allah i lëshoi qetësi në zemrën e tij dhe ndihmoi me një ushtri që ju nuk e pat. Kush është ajo ushtria që nuk e pa, as Abu Bekri nuk e pa? Ishin melaçet. Dietarët kanë thonë, këto kanë qenë melaçet. Do thonë melaçet i kanë ndihmu, çish i kanë ndihmu? Disa thonë se e kanë kthy shikimin edhe fytyrat e besimtarëve për mos t'i pa Muhamedit alayhis salam dhe Abu Bekrin, e disa thonë se i kanë ndihmu nga ajo se ju ka hyrë një frikë. Vendi ka qenë i atill që aty ju ka hyrë një frikë. Edhe prej frikës janë larguar më një herë prej atij vendi. Edhe në fund këtij ajeti, wa ja'ala kalimatu alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-ulya. Këtë angazhim, këtë sakrificë, këtë mund për të shkuar bëj hijret, për të arrijtur fen. Për shkak që fjala e qafirave
tjetë më e ulta e poshtrume, kurse fjala e Allahut tjetë ajo më e larta. Kush është fjala e jo besimtarëve? Dietarët kanë thonë, kjo është shirku. Pra kufri, shirku është fjala e kafirave. Në fund, pra këtë sakrifica besimtarët e bojnë dhe këtë luftën e bojnë, që në fund fjala e Allahut, pra tauhidi, fjala la ilaha illallah tjetë më e larta. Pra edhe ky hijrat u bë që fjala e Allahut tjetë më e larta, kurse e kundërta fjala e besimtarëve tjetë më e ulta. Edhe kjo është qëllimi final i besimtarit. Allah e ka kriju njeriun që të adhuron Allahun. Allah e ka kriju njeriun që të adhuron Allahun, të bën ibadet atij, të bën thirrje në këtë rrugë të vërtetë, të jep sakrifica maksimale me krejt mundësitë e veta, me pasurinë e tij, me kohën e tij, me vetveten e tij, familjen e tij, gjithçka që mund ta imagjinon njeriu, duhet me dhënë me sakrifikuar në këtë rrugë. Që në fund çka? Që në fund fjala e Allahut la ilaha illallah tjetë më e larta. Kjo është. Edhe kundërta tjetë më e ulta. Lidhe me këtë, Allahu gjithashtu në surën tjetër, në surën Muhammed, thot: Ja eyyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Thot: O ju të cilët keni besuar, nëse ndihmoni fenë e Allahut, Allahu do t'ju ndihmon juve dhe ju do t'ju forcon këmbët. Pra, te ajeti i parë, nëse ju nuk e ndihmoni pejgamberin, te ajeti i dytë, nëse ju e ndihmoni fenë e Allahut, a thu vallë për ashtu të pyetja, a ka Allahu nevojë për ndihmën tonë? Allahu është i plot fuqishëm dhe mundet me i bë senet shpejt, veç i thot bëhu edhe ajo bëhet. I bën krejt botën musliman për një herë dhe bëhen. E bën krejt dunjën shariat edhe ajo bëhet. Është shumë e lehtë për Allahun. Mirë, Allahu na ka kriju neve, edhe i ka kriju njerëz të tjerë që nuk e adhurojnë Allahun, edhe ka bërë sprov na njëri me tjetrin. Na ka bërë sprov njëri me tjetrin, që të vjen në shesh besimi i pastër i atyre që të besojnë, edhe të vjen në shesh besimi i kotë i atyre që nuk besojnë, edhe të del në shesh e kota e munafikave. Këtë ka bërë sprov midis neve për një kohë të shkurt kësaj dunjas, që mund me qenë disa vite, disa momente. Sa ka me qenë? Jeta jonë është 50-60 vite, diku 20-30 vite, ndoshta mund me qenë kështu fitness sprov njëri me tjetrin, edhe mbaron kjo. Mbaron kjo, pra Allah nuk ka nevojë për ndihmën tonë, por e ka bërë në këtë mënyrë sunet, tradit në tokën e tij, që disa me luftu për Allah dhe disa me luftu për tagutin. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Besimtarët luftojnë në rrugën e Allahut, jo besimtarët luftojnë në rrugën e tagutit. Edhe kjo e vërteta dhe e kota kanë me qenë luftë dhe janë në luftë njëna me tjetrën deri ditën e gjykimit. Deri sa të bëhet kiameti, këto kanë me qenë luftë njëna me tjetrën. Dhe besimtarët kanë me qenë luftë njëna me tjetrën deri në atë moment. Edhe kjo është sprov për besimtarët, sa kanë me tregu vetveten ajo. Edhe kur e tregojnë veten që kjo është ndihma që i bëhet fesë Allahut, edhe shpërblimi i kësaj është yansurkum. Allahu ja kthen të mirën me të mirë. Pra ju ndihmoni fesë Allahut, Allahu ju ndihmon juve dhe ja forcon këmbët. Kjo është mirësi. Ja forcon këmbët, do të thonë ju bën të qëndrueshëm, ju bën të paluhatshëm. E largon frikën për zemrës juve, e largon dertin zemrës juve ndaj dunjas, i largon krejt këto sene që janë pengesë që ju t'i nënshtrojnë Allahut plotësisht, pra jo forcon këmbët. Allahu në surën Saf thot: Yuridun li yutfi'u nur Allahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Thot ata, kush ata, jo besimtarët, dëshirojnë ta shuajnë dritën e Allahut, por Allahu e plotson dritën e tij, edhe pse jo besimtarët e urrejnë këta. Pra jo besimtarët pe urrejkan dinin e vërtet, fen islame, fen e Allahut, e urrejnë. Edhe për shkak kësaj urrejtje, ata mundojnë me shujt këtë dritë, se feja është dritë. Ata mundojnë me shujt, dietarët kanë thonë, përpjekja atyre për ta shujt dritën e Allahut është përpjekje e kotë. Sikur që dikush mundohet me shujt dritën e diellit. Nuk mundet njeriu këtë dunjë e mbledh me shujt dritën e diellit, s'munden, janë të pafuqishëm. Në këtë teknologji s'munden me nal një rrezë diellit. Gjithashtu, krejt dunjë e mbledh me shujt dritën e Allahut, nuk munden me shujt. Është e kotë. Është e kotë. Pra, wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Pastaj vazhdon: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal mushrikun. Thot Allahu e ka dërguar të dërguarin e tij me ilm
dhe me vepra të mira. Arsalu bil huda wa dinil haq. Huda është ilmi, wa dinil haq veprat e mira. Pa besimtari është i kapt për ilm, për dituri, edhe mas dituris me vepra të mira. Pse? Liudhhirahu ala dini kulli, që feja islamet jetë mbi gjitha fet, ti triumfon gjitha fet, krejt, komplet. Çka ka jashtë islamit që kjo me i triumfu, për përsëriti që fjala Allah jetë ma e larta. Walau karihal mushrikun, edhe nëse urrejnë mushrikët. Pra përsëri Allah po na tregon se qafirat e urrejnë dritën e Allahut, qafirat e urrejnë këtë dituri edhe këtë vepra të mirë, edhe këtë triumf të islamin ndaj tjerëve e urrejnë ata. Huwa alladhi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala ad-dini kulli walau karihal mushrikun. Pastaj Allah thot, pra me këtu na tregon që lufta midis të vërtetës dhe të kotës është e vazhdueshme. Ata dojnë me prish, besimtarët mundohen me ndrejt, me rregullu. Edhe këtë rregullim nuk bëhet thjesht duke nejt dur kryq, apo duke nejt kom kryq, po duke sakrifiku shumë. E pastaj Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim." O ju që keni besu, Allah na thot neve, a doni më ju kallëzu po një tregti që kam ju shpëtu prej dënimit të dhëmshëm. Secili besimtar ka dëshirë edhe punon vepron që në fund te Allahu me qenë i pastër, që në fund me hyn xhenet edhe me shpëtu prej zjarrit të xhenemit. A është kështu? Gjithçka tjetër, çfarë do e mirë tjetër është e vogël. Kjo është ajo fitoria më e madhe. Edhe për këtë besimtari mundohet. E Allah do më na tregu thot, a doni ju më tregu diçka që kam ju shpëtu prej këtij dënimit. Edhe pastaj na tregon përgjigjen. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Thot me besu Allahun të dërguarin e tij dhe me bë luftë, me sakrifiku me jetën edhe pasurinë e juve. Do më thonë me gjithë shka keni. Jetën është gjithë shka kena. Pasuria që lodhni ta një jetën është gjithë shka kena. Më thonë me krejt me sakrifiku në rrugën e Allahut. Pastaj na tregon që mos kena hamendje me thonë a thua se kjo rrezik, kjo qysh. Na, po sakrifikojmë jetën, po sakrifikojmë dunjën, pasurinë. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve nëse jeni që e kuptoni. Pse kjo ajet ka ardhur mas ajeteve që na tregon se qafirat dojnë e urrejnë islamin? Më na tregon që për minal ato duhet me sakrifiku. Duhet me dhënë mundin maksimal tonin. Faktikisht qëllimi jot kryesor duhet me qenë me ngrit fjalën e Allahut. Gjithçka çka ti ki, e ajo çka ki ti mundesh me pas familje të mëdha, mundesh me pas pasuri të mëdha, mundesh me pas autoritet që ne ke arrit gjatë jetës tënde. Çka tjetër? Më jashtë këtij me çka mundesh me pas, krejt që të duhesh mi fut në shërbim të kësaj feje. Jo me qenë qëllimi kryesor i joti me i rujt që to. Këto ruhen për me u fut në shërbim të fesë. Përndryshe nuk ka vlerë me rujt i pasurin. Ketë mu lodh, që në fund veç të rujsh parët mos paksohen. Ose të rujsh fëmijët e të ose familjen tënde mos të ndodhe diçka. Ose tek e fundit të rujsh veten tënde mos ndodhe diçka. Kjo nuk ka qëllim shumë i madh. Ti e ruan veten mos ndodhe diçka që me pas forcë, me pas takat, me pas fuqi që ti me kontribu sa më shumë. Që kjo, nëse se ki këtë qëllim, dhe qëllimi kryesor është që ti veç me rujt çdo senet elementare materiale, atëherë kur gjë nuk e na bë. Pra Allah e përmend këtë ajet mas ajeteve ku na tregon që lufta midis vërtetës dhe kotës është aktuale vazhdimisht, më na tregon se çfarë doni me bëjo. Duhet me sakrifiku komplet për fenë e Allahut, që mos më ndodh ajo që ajo s'ndodh, po në jetën tonë mos më leju të tjerëve me mundu me shujt drejtën e Allahut. Pastaj na përsëriti na tregon që kjo është më e mira. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dhe mirësia e kësaj çka ka, më mbrojt prej zjarrit të xhenemit. Tjetra mirësi, yaghfir lakum dhunubakum, ja u fal gjunahet. Akoma mirë se kjo vëllai. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Ju fal gjunahet, ju mbron prej zjarrit të xhenemit, ju fut në xhenet, në për cilat rrjedhin lumenj, edhe ka banime të mira. Akoma mirë se kjo. Dhalika al-fawz al-azim. Kjo është fitoria e madhe. Që kjo është ka besimtari duhet me synu, edhe nëse arrin këta, kjo është fitoria e madhe. Dhalika al-fawz al-azim. Ma në men këtë fjalë, fawz al-azim, kena në përmend pak më vonë. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa bashshir al-mu'minin. Allahu ju jep edhe diçka tjetër jashtë kësaj. Wa ukhra tuhibbuna, diçka që ju e doni.
ju jep ndihmë edhe fitore. Wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin, përgozoj besimtarët. Këto dy sende, fitoren edhe ndihmën, e ka përmend mas të mirave shpëtimit prej zjarrit të xhenemit dhe futjes në xhenet dhe faljes së gjunave, ka përmend pastaj. Pse pastaj? Për shkak se ndodh që ndonjëherë ti sakrifikon shumë, edhe vdek, edhe nuk e sheh me sytë ato atë të mirë, atë fitore, nuk e sheh. E shohin tjerët mas teje. Edhe kjo nuk do me thonë që ti s'ki fitu. Për shkak se Allah e përmeni dhaliket fawzul adhim, kjo është fitore e madhe, para se me përmend që kam ju dhënë fitore. Kjo është fawzul adhim, fitore e madhe, me shpëtu prej zjarrit të xhenemit, e përmeni para se me na thonë neve që ndonjëherë juve ju jep fitore në këtë dynja. Që do me thonë, mundet me ndodh që ti sakrifikon e jep jetën, krejt e jep pasurinë, edhe në fund nuk e sheh fitoren me sy. Nuk e sheh shariatin me sy. Kjo nuk do me thonë që ti ke humb. Kjo nuk do me thonë që kjo ke humb. Ndonjëherë Allahu prej urtësisë së tij ja jep besimtarëve këtë nder, këtë krenari me pa atë, me shiju këtë dynja, ndonjëherë nuk ja jep. Ama ditën e gjykimit nuk përjashtohet ajo që ti më fut në xhenet, Allah na mësoft. Ukhra tuhibuna nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Tana vjen ajeti shpesh e kena përmend, ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. O ju që keni besuar, bëhuni ndihmës të Allahut. Prapë përsërit Allah. Bëni ndihmës të Allahut, ashtu sikur që Isa a.s. i tha havariunëve me kush po bëhet ndihmës janë, ata thanë najna ndihmësit e tu. Pra me këta ajete kuptohet, përsëritim disa herë, kuptohet se lufta midis të vërtetës dhe të kotës është aktuale vazhdimisht. Ata luftojnë për të keqen, besimtarët luftojnë për të mirën. Për ta bëu këta, duhet me sakrifiku maksimalisht, gjithçka, mos me kursy kur gjë për vetes tonë. Që në fund me shpëtu prej zjarmit, me fut në xhenet, me na fal Allahu gjunahet. E ndonjëherë e shijojmë me sy, e shohim, kënaqemi edhe në fitoren këtë dynjë, e ndonjëherë dikujt Allah nuk ja mundson këta, po e preç problemi ditën e gjykimit. Janë disa ajete në Kur'an ku na tregon për cilësitë e munafikave, edhe të cilësitë e jo besimtarëve, të cilët dojnë me pengu këtë, çka po thonë që Allah na ka urdhëruar. Allah na ka urdhëruar me ndihmu fen Allahut. Na çorton nëse nuk e ndihmojmë fen Allahut. Allah thot në Kur'an: "Wala takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala dhalika hasratan ala qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir." Na thot Allah, mos u bani sikur jo besimtarët, të cilët i thanë shokëve të vet, kur ata u nisën në rrugë për tregti, ose kur ata shkuan në luftë, i thanë, të kishe qenë jo me neve, do të thonë të kishe nejtë, mos kishe dalë, s'kishe me vdek, as s'kishte me ju vra kërkush. Pra, ato bon pengesë, edhe kësi lloj pengesa i ndëgjojmë shpesh. Na thonë, mos shkoni me ato, se ju gjenë kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo. Rrini ma mirë që tu, tamam, e ki kuptu fejna më rritë që aty të shpia, hiq më zdilë, më zba kur gjo, se me bo, ka me ndodhë kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo. Këto fjallë i ndëgjojmë shpesh. E këto fjallë qenë kanë fjallë të jo besimtarve, që të cilët i kanë dashme i këshillu shok të vetë për jo besimtarve. Allah na tregon këtë ajet me na thonë mos u bani kështu. Ose fjallën e munafika. E munafikët janë më të keq, se fjallën e besimtarve nuk e merr parasysh se thotë ky ma don të keqen. Kurse fjalët e munafikave janë ato të përzim mesin e besimtarve. Janë të përzim mesin e besimtarve, të i zënë si besimtar, pa ato s'janë besimtar. Ona nuk e dim ata. Sa ata e mshefin zemër. Allah thotë që ato kanë thonë, kur besimtarët sakrifikojnë, këtë çka po them që duhet me bë, sakrifikojnë edhe gjatë sakrificës ndonjëherë fiton ndaj besimtarëve, ndonjëherë nuk fiton. E munafikat prej anash thonë, kur besimtarëve i ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, ndodh sprova të llojeve të ndryshme, këta thonë alhamdulillah që na nuk ishim mesin e tyre. Shqyr që na s'kem që aty, sa ne na kishte menaxhet kjo. Pra llogaritin ndihmën ndaj Allahut, ndihmën ndaj fesë Allahut, e llogaritin keq. Se e shohin e matin me kriteri i matjes tyre është i vlerësimit është fundi. E shohin fundin apo fitojnë, as po fitojnë këtë dynjë. E harrojnë çka do të thonë fitore e vërtetë. Ana e tregum që fitore e vërtetë me shpëtu prej zjarrit me xhenemit, me fut në xhenet, Allah më na fol gjinohet. Dhe na tregoi Allah çish bëhet kjo fitore. Kurse munafikat fitoren e shohin me sy. E shohin a ki fitu tokë, a ki fitu vend, a ki fitu pushtet, a ki fitu autoritet, as ki fitu.
Ai e burgos, ai e vra, ai e boi varfën, çdo e krahasojnë. E nëse i ndodh kjo, në herë besimtarëve kjo i ndodh, lufton, në fund ndodh kjo. Thonë sprov, me të pa je i sinqert. Nëse i ndodh këto, munafikat kanë thënë, shqyr, alhamdulillah që nuk ishim mesin e tëmve, se na kishte godit edhe neve, ajo që i ka godit ato. Walain asabakum fadlun min Allah la yaqulanna kan lam nakum ma'akum bainakum kan lam yakun bainakum wa bainahum mawaddatu ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawzan 'azima. Nëse besimtarëve ju del fitore, fitojnë bëhen të fuqishëm, e fitojnë luftën, e fitojnë sakrificën, janë triumfues, janë me autoritet, janë të pasur e kështu me radhë, ata thonë, sikur të kishmi qenë me ata, e të kishmi fitu, sikur që fitun ata. Sikur të kishmi fitu fitore të madhe. Pra munafiqët e shohin fitoren veç me sy, fitore të dunjas. Edhe thash më në fjalën fawzun adhim, Allahu fawzun adhim, fitore të madhe e çon diçka tjetër. Munafiqat fitore të madhe e çojnë diçka tjetër. E na duhet bëhemi të vetëdijshëm që mos mashtrohemi për këtyre fjalëve, për këtyre cilësive, këtyre dukurive të munafikave, mos të jetë ajo pjesë e zemrës tonë, jetës tonë, anëherë na mundem të mashtrohemi për shkak se jetojmë në rreth ku nuk është gjithçka e pastër, ku jo shumë veta sakrifikojnë rrugën e Allahut, ku janë shumë ata që dojnë me të largu prej kësaj rruge, qoftë edhe besimtari i cili s'e ka kuptuar mirë fen, për këshillave që ato mendojnë që janë të mira, atë këshillojnë me thonë ruju, mos mashtrohemi, po duhet të bëhet kundërtën. Sa më fuqishëm. Se tek e fundi çka mund të më ndodh sprov njeriu. Mundet më vra, Ibn Taymija ka thënë më na vra, shahid. Mundet me të burgos, ka thënë Ibn Taymija më na burgos, sikur me bëj ti kafi shumë mirë më e bë. Më na përzon, më na largu dikun, kjo është hijret. Hijreti është shumë i mirë. Këtë këto sprova më të mëdha që mund të më ndodh janë shumë të mira. Ose bie shahid, ose bën itikaf, ose bën hijret. S'ka më të mirë se kjo. Domethënë besimtari edhe në sprov fiton. Sakrifikon edhe e shef fundin. Fundi mund të më qenë fitore e kësaj dynjas, se fitore në ahiret inshallah padyshim se është. Fitore në këtë dynjë edhe thot elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, ose mund të më ndodh sprov edhe ai bën sabër. Te falënderimi fiton, te sabri fiton. A ka thënë kështu Muhamedi alayhis salam, e çuditshme është çështja e besimtarit, edhe nuk është e tillë për askan tjetër përveç besimtarit. Kur e godet një mirë, ai falënderon Allahun, kur e godet ndonjë sprov, ai bën sabër, te dy rastet ai shpërblehet. Thon besimtari vëllazëni dhe motra muslimane gjithmonë në fitore, gjithmonë në shërbim edhe në rrugt të Allahut. Për fund dy ajete ku shifët fjala e fundit e munafikëve dhe fjala e besimtarit vërtet kur i ndodh sprova. Idh yaqul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Munafiqët edhe ata që kanë smundje në zemrat e tyre, kur i godet diçka, ata thonë kjo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij është vetëm e kotë, mashtrim. Allahu ka premtuar xhenetet, ka premtuar më rujt për zjarrin e xhenemit. Kurse munafiqat thonë çujin kjo mashtrim. Pse e çujin mashtrim? Për përsëritje e matin me rezultatet e dynjas. Nëse rezultati i dynjas aty më del humbje, të thonë na kanë mashtruar. Nëse rezultati i dynjas i del mirë, thotë shumë mirë është. Ama mirë na që qëllum në aty. Kurse besimtarët thonë walamma ra'a al-mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Kurse besimtarët kur i shohin grupet e mëdha të luftojnë ndaj besimtarëve, thonë kjo është që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Do këto e dinë që kjo premtimi. Na nuk i premtojmë që keni më pas të shtruar me rrugën me TP. Na i thojmë që kjo rrugë është më e mira, është shumë e mirë, por është e vështirë, mund të më ndodhë sprova, ama në ahiret e keni xhenetin. Që kjo është premtimi. Pejgamberi selam çfarë ju ka premtuar sahabëve? Ndonjëri ka premtuar që kanë pasur fitore, i kanë treguar që kanë fituar ndaj Kisras, ndaj perandorisë persiane edhe romake, edhe disa prej sahabëve kanë përjetuar këta, disa nuk e kanë përjetuar. A do të thonë ata që kanë vdek para se me përjetuar këta që ata janë humbje? Jo asesi, bile ata janë fitore më të mëdha se këta që e kanë pa. Për shkak se kanë qenë prej të parëve të cilët kanë sakrifikuar dhe luftuar. Pra besimtarët kur i shohin tentimet e tjerëve për luftën ndaj tyre, thonë kjo është që na ka premtuar Allah dhe i dërguari, dhe ata e kanë thënë të vërtetën. Allah i dërguari e kanë thënë të vërtetën. Allah na bëf me kuptu këtë, çka mundohem me thonë këtë hutbe, me qenë të qëndrueshëm në këtë rrugë, mos me qenë të luhatshëm, mos me leju kur gjë me na luhat për kësaj, me shtin kokë se
ajo që na e bojmë është shumë pak. Ajo që na e bojmë është shumë pak. Duhet me bëj shumë më shumë. Domethënë në kokë më na ngolit mirë edhe në zemër që ta njëtën gjithçka me sakrifiku për Allah. Me qenë shumë e lehtë me dhon për Allah. Me qenë shumë e lehtë nëse i ki milionat, ketë mi dhon. Ose gjysën, ose 75%. Me qenë shumë e lehtë kjo. Mos me qenë e ranë me dalë diçka për xhepit tonë. Me qenë shumë e lehtë kohën tonë me shfrytzu në rrugt të Allahut. Me qenë shumë e lehtë autoritetin që e ke arrit për 20 vjet, e këta pe përsëriti disa herë, për shkak se kjo shpesh o fitnë për njerëzit, bëhet ai kryen fakultet, magjistraturë, doktoraturë dhe bëhet hop një njeri me emër, edhe çash duhet më rujt, mos me humb emrin. Nuk duhet ta emër nëse ti nuk e shfrytëzon në rrugt të Allahut, para me qenë shumë lehtë me i dhon gjithçka që ki për Allahun na boft të tillë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.